Përshëndetje. Jemi tashmë në hapësirën e intervistës në studio. Zhvillimi i ekosistemit të startupeve është një temë që ne kemi trajtuar edhe në një emision të mëparshëm. Kjo për shkak sepse idetë që ne trajtojmë për inserte janë kryesisht startupe dhe padyshim që këto të fundit janë një burim inovacioni pavarësisht se kanë një mbështetje të kufizuar le të themi. Por në puntatën e sotme do të trajtojmë një formë tjetër mbështetje, një formë ndryshe dhe më të re të startupeve. Me mua në studio është Ravik Mima, CEO i Keretsus Forum South East Europe. Mirë se erdhe, Ravik. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Keretsu Forum është një platformë që lidh investitorët angel me startupet, por përpara se të kalojmë në mënyrën se si funksionon Keretsu, duhet të ndalemi pak tek investitorët angel. Çfarë janë dhe kush mund të cilësohet një investitor angel? Investitorët angel quhen angel, sepse investojnë atëherë kur askush tjetër nuk të investon përveç familjes tënde ose të afërmve. Pra të investojnë një çast kur është shumë herët dhe është me risk shumë të lartë që dikush të investojë. Investitorët angel nuk janë thjesht ata që quhen në termin pak më teknik high net worth individuals, pra ata të themi biznesmen ose individ të cilët kanë një pasuri shumë të lartë, nuk bëhet fjalë vetëm për këtë. Mbi të gjitha, në rastin ton, sidomos tek Keretsu, investitorët angel janë ata individ të cilët kanë vendosur që të investojnë tek brezi i ri duke le të themi rivënë në dispozicion një pjesë të pasurisë tyre, duke investuar tek një sipërmarrës, tek një startup ose founder, si quhen, duke kërkuar për investimin e tyre 1% të kompanisë. Dhe çka është më rëndësishmja, në mënyra të paktën se si personalisht e shoh unë, por mendoj që gjithsesi bëjmë dakord edhe tek Keretsu, ka të bëjë me faktin se investimi tek një kompani, tek një startup, tek një themelues, në të vërtetë sado i vogël të jetë ose sado i madh të jetë nuk është më shumë në këtë çast, sidomos ku gjendeni në këtë pjesë të botës, pra flas për Ballkanin Perëndimor, është me rëndësi të madhe sepse krijon në fakt besimin dhe lidhjen midis themeluesit dhe investitorit angel. Mbi të cilën pastaj bazohet marrëdhënie reciproke kur fiton njëri, fiton dhe tjetri. Marrim një shembull që ta bëjmë edhe më praktike për publikun. Le të themi se un kam një startup. Ju si forum, hapi një thirrje që unë si startup të aplikoj për fituar mbështetje nga investitorët angel që janë pjesë e forumit tuaj? Po, neve thirrjen në webfaqen tonë e kemi vazhdimisht hapur, pra kushdo që kërkon që të marrë një investim, mund ta bëjë në çdo çast tek Keretsu Forum South East Europe .com. Por, neve kemi, le të themi, çdo mesatarisht 4 herë në vit, pra çdo 2-3 muaj, le të themi. Përgjithsisht, përpiqemi që të kemi një gjeografi paksa të shpërndar, për sa i përket paktën hapësirës gjeografike ku ne veprojmë, që është për çastin Ballkani Perëndimor, dhe në shkurt ne do të kemi eventin ton të parë edhe në Beograd, duke plotësuar pothuajse plotësisht Ballkanin Perëndimor si shtrirje të sipërfaqes. Pra, thirrja e radhës do të hapet kam iden këtë javë. Dhe praktikisht neve çfarë bëjmë është që kemi thirrje të tilla çdo herë që kemi një event ku startupet do të përzgjidhen, mesatarisht, në përgjithsisht kemi zgjedhim diku ke 5 startupe për çdo thirrje. Na rezulton që është numri ideal
i startupeve për një program i cili zgjat një masdite ku ata dalin përballë investitorëve nga rajoni. Dhe kjo, si thash, pastaj kalon në një proces filtrimi, marrim të gjithë aplikimet nga startup, jo vetëm nga aplikimet që ndodhen te thirrja, ka raste të cilat ka startupe të cilat neve kemi parë në Curin se si kanë nisur që nga çasti që kanë aplikuar, pra ato që aplikojnë neve vazhdojnë të kemi kontakt, pra është një proces në cili nuk ndodhet vetëm nëpërmjet aplikimeve që ndodhen të thirrjeve, vinë sugjerime nga anëtarët tanë investitorë ëngjëj, por nuk do të thotë që neve kemi vetëm anëtarë të cilët janë investitorë ëngjëj. Kemi edhe kompani, biznese, korporata, të cilat janë pjesë e jona, të cilat gjithsecili mund të ka rrjetin e tyre të startupeve, të cilat ka sugjerime të vazhdueshme, por procesi në fund është gjithmonë i standardizuar, pra do duhet gjithmonë që të aplikosh në një aplikim standard, i cili është goxha i strukturuar nga Keiretsu Forum në San Francisco, nga i cili neve jemi edhe pjesë, një nga kapitujt. A ka shumë startupe që aplikojnë, pra kanë startupet informacion, le të themi, mbi platformën tuaj dhe se mund të fitojnë realisht një mbështetje? Mendoj që tashmë nuk është më çasti në cilin startupet nuk kanë një informacion se që do me thënë si të aplikosh ose ku të aplikosh. Ka gjithmonë iniciativa të reja, ka gjithmonë në kuptimin e financimit privat, ka gjithmonë institucione të reja ose instrumenta të reja të cilat nga njerë janë private, nga njerë janë ato që quhen blended finance, pra është bashkëpunim privat publik, donator, Bashkimi Evropian, ose investitorë të cilët kthehen, hapin fonde të reja në vendet nga cilat janë, diaspora gjithashtu, kështu që është gjithmonë shumë dinamik, sidomos në këtë pjesë të botës, pa flasim në Evropën juglindore dhe Ballkanin perëndimor. Në rastin tonë, mendoj që jemi mjaftueshëm të konsoliduar për sa i përket Keiretsu Forum. Marrim një numër shumë të lartë aplikime çdo javë, që supozoj që le të themi janë të informuar për prezencën tonë, por është gjithmonë është e rëndësishme që e kuptojmë që është gjithmonë mirë që të gjejmë një mënyrë se si të edhe për ata që nuk e dinë të kemi një mundësi të japim le të themi informacionin që neve jemi këtu në rajon, patjetër kemi dy zyra, një në Kosovë dhe një në Shqipëri, për çastin, po jemi prapë duke u zmadhuar, ku neve presim aplikime nga të gjithë startupet cilat kanë interes për investim nga rajoni. Po me investitorët angel, si lidheni? Pra si bën ata pjesë e platformës tuaj? Kjo në fakt është pyetje shumë interesante. Investitorët angel janë, nuk quhen angel kot, mendoj unë, sepse kanë janë të veçantë. Le të themi, jo gjithkush ka emocionin dhe interesin për të investuar në një startup, mund të jetë një startup teknologjie për shembull. Pra, janë secili prej tyre ka interesat e veta sepse investon. Dhe përgjithsisht investitorët angel funksionojnë shumë mirë në rrjete investitorësh, siç është rasti i Keiretsu. Kështu që në një mënyrë ose tjetër, duke qenë që janë me të vërtet shumë pak dhe shumë specifik, le të themi që në rrjetin e tyre mendoj që komunikimi është i shikollajshëm për të gjetur ekzistencën e grupimeve të njëri tjetrit në vendet se ku janë. Ata në kuptimin e procedurës patjetër që neve i japim mundësinë që të na bashkohen nëpërmjet një aplikimi
goxha rigoroz, i cili po prap vjen nga goxha i standardizuar që nga Keretsu Mëm që është në San Francisco. Është një proces i cili nuk mund të jetë njësoj si në Amerikë, sepse në vendet si Amerika ti duhet të jesh një investitor i akredituar, që do të thotë që duhet bësh një aplikim, vërtetosh që ke një sasi të caktuar të ardhurash, ose që ke eksperiencë në investim, etj. Kështu që po, për sa i përket Europës dhe sidomos pjesës Ballkanit Perëndimor, po edhe vendit tonë, le të themi që nuk ka vija kaq të përcaktuara se kush mund të jetë një investitor angjël, por neve përpiqemi që nëpërmjet atyre direktivave që kemi që nga Keretsu të mund t'i bëjmë se t'i nisim një ftesë për të bërë antar vetëm disa le të themi elementeve që mendojmë neve që i plotësojnë të gjitha kushtet për të qenë një investitor angjël. Dhe në fakt, deri tani ka rezultuar që edhe vetë komuniteti funksionon vetë si një sistem shumë interesant vettingu në fakt, sepse buta investimit është gjithmonë shumë, le të themi, dinamike, interesante, kanë ngjyrime të ndryshme, ka lloj investitorësh të ndryshëm për qëllime të ndryshme, po le të themi që kjo pjesë e rajonit, duke qenë që ka qenë e fokusuar në një le të themi asset class caktuar, që ka qenë kryesisht investimi në real estate, tendencat e perceptimi i të bërit të investitorit kryesisht vjen nga ai background. Me gjithë respektin për shumë investitorë tjerë të cilët patjetër nuk investojnë vetëm në real estate, po diversifikojnë portofolin e tyre në shumë investime të ndryshme, por sot për sot nëse do të investosh brenda vendit, i vetmi opsion kryesisht që ke nëse nuk do të investosh në bono apo le të themi apo fonde pensioni, pra diçka që e cila tjetë çik me risk pak më të lartë, që pastaj të kërkojë edhe një që të mund të kërkosh, do të pretendosh një rikthim çik më të lartë në investim. Le të themi që deri tani pak a shumë këto diku vërdall real estate-it ka qenë. Kështu që le të themi që ky është edhe pastaj një asset class i cili është goxha ndryshe nga real estate-i, kështu që kur vinë dhe na bashkohen për të parë edhe qoftë për kuriozitet, se çfarë është angel investment, e kupton shumë mirë që mbas pak kohësh, mbas 1-2 takimesh që na bashkohen, largohen sepse nuk është qëllimi i tyre që të presin nga 3, 4, 5 vite se sa është maturimi i një startup ose një kompanie për të pasur rikthimin e investimit. Domethënë, le të themi që janë investitorë të cilët kur kanë një dëshirë për një rikthim investimi jashtëzakonisht shpejt, e kuptojnë që kjo nuk është platforma dur, dhe ata njerëzit që janë aty brenda kanë të tjera emocione, nuk e kanë emocionin tek rikthimi brenda natës. Të ndalemi pak sërish te përzgjedhja startupeve fituese. Çfarë kushtesh dhe kriteresh duhet të plotësojë një startup që të ketë më tepër shanse për të fituar, le të themi? Po, përgjithsisht kjo ka të bëjë shumë edhe bazën e opinionit personal, që secili ka mendimin e tij se çfarë. Po mendoj që le të themi ka disa gjëra të cilat përgjithsisht pihet dakord. Unë fokusin e parë e kam tek kush është themeluesi. Për mua ka më pak rëndësi se kush është ideja e startupit se sa kush është themeluesi. Mund të kesh idenë më të mirë të botës, po nëse nuk ke dikë të cilin realisht e shikon që ka për t'ia dalë edhe në një, le të themi, ushtrim ose eksperiencë kaq e vështirë sa të merresh me dhe të ngresh një startup, që do lloj vështirësie, problemi, bllokimi që do të dali nga ana tjetër, kjo është, mendoj që është gjëja më e rëndësishme. Pra, të kesh mundësinë të tregosh që ke një, jo vetëm cilët janë themeluese ose themeluesi, të kesh një skuadër
e cila i ka atributet e duhura për t'ia dalë. Mendoj që skuadra në vetvete është guri i themelit. Pastaj patjetër për një investitor rikthimin investim shumë i rëndësishëm, kështu që shenjat e para të le të themi vlerësimit ose validimit të produktit janë shumë të rëndësishme. Pra, sa klient ke një numër të caktuar të ardhurash, nëse bëhet fjalë për një EZM aplikacion, sa klikime ke, sa shkarkime ke, pra duhet të tregosh që ka një farë interesi, ose ai që quhet traction në vetvete. Mendoj që këto janë kryesisht dy gjërat më të rëndësishme që i rrisin pastaj edhe pikët e vlerësimit një startupi. Ju drejtoni forumin Keretsu për Evropën Juglindore. Cili prej vendeve ka rrjetin më të zgjeruar të investitorëve angel? Atëherë, gjeografia e kapitullit të Keretsu Forum Southeast Europe ose të Evropën Juglindore janë 9 shtete, pra si thash Ballkani Perëndimor dhe Kroaci, Sloveni dhe Hungari. Neve si thash jemi aktiv për çastin në Ballkanin Perëndimor. Patjetër që në Ballkanin Perëndimor tregu ose shteti vendi i cili ka një ekosistem më të zhvilluar është patjetër Serbia. Edhe për shkak të masisë ekonomisë, masisë popullsisë, sa shumë më herët ka nisur atje të zhvillohet një ekosistem startupesh. Mendoj nëse dalim më tej, Slovenia ka vërtet një ekosistem mjaft të zhvilluar. Kroacia po ashtu ka startupe të cilat janë mjaft interesante, një secili nga këto shtete numëron një ose më shumë unicorns, pra këto kafshët mitike të cilat e kalojnë 1 miliard vlerësim. Sa më shumë zbret pastaj drejt jugut të le të themi rajonit, gjithmonë e më pak le të themi ka qenë ekosistemi prezent për një kohë më të gjatë, por mendoj që në këtë çast, sidomos kur vjen puna tek Shqipëria, mendoj që por edhe Kosova gjithashtu mendoj që jemi me të vërtet në një çast ku ekosistemi ka filluar të ketë një dinamik shumë interesante dhe kjo pastaj përkthehet edhe e shikojmë edhe tek interesi i investitorëve tanë për të investuar në startupe nga shumë rastin e Shqipërisë dhe Kosovës. Për çastin po investojmë në 3 startupe nga Shqipëria dhe një tjetër në Kosovë. Ndërkohë që përpara kemi pas investuar në Maqedoninë e Veriut, në startupe të cilat kanë qenë në Malzi apo vende të tjera të cilat kanë pasur një ekosistem pak më të hershëm. Çfarë lloji janë këto startupe? Përgjithsisht shkohet drejt startupeve të teknologjisë, ose atyre që quhen tech startups. Por jo vetëm. Ne kemi pasur raste të cilat kemi investuar edhe në startupe të cilat le të themi janë produkte konsumatorësh, cilat duke qenë që kanë pasur një sukses në shitje ose eksport, përprodhoheshin shumë në Shqipërinë dhe eksportoheshin në një sasi të madhe në tregje si Anglia ose Amerika, patjetër që ka pasur interes nga investitorët për të investuar në to. Por le të themi që përgjithsisht janë raste të cilat janë startupe që kanë të bëjnë me shërbime që kanë të bëjnë me teknologjinë. A ka investitor angel shqiptar dhe sa realisht kanë interes të huajt për të investuar në startupe shqiptare? Ti përmendë që aktualisht kemi 3 në cilën po investohet. Po ka dhe me thënë drejtën patjetër Keretsu Forum ka nisur flas për kapitullin e Evropës Juglindore, ka nisur nga
Prishtina dhe Kosova dhe pastaj ka ardhur në Shqipëri dhe pastaj më shkuar më tej në Maqedoni dhe nga Maqedonia në Malzi, e pastaj nga Malzi në Bosnjë tash po shkojmë drejt Beogradit në Serbi. Kështu që patjetër që duke qenë që është një iniciativë që vjen nga Kosova dhe Shqipëria, le të themi që pjesa dërmuese e investitorëve që kemi ne janë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Kështu që jo vetëm që kemi, po kemi investitorë me të vërtet me jashtëzakonisht shumë eksperiencë, kemi investitorë cilët kanë investuar për shembull Grand Van Cleef është dikush i cili ka jetuar në Shqipëri në 90 e can, ka ardhur shumë herët, është sot presidenti i dhomës amerikane të tregtisë, ka investuar në mbi 120 startupe. Pra, kuptohet nëpër botë, kryesisht në Amerikë kryesisht, por është dikush me goxha eksperiencë. Na është bashkuar rishtazi, ne e quajmë shefi, Shefqet Avdau, i cili është dikush që është shumë interesant sepse është jo vetëm pjesë tashmë e Kereco Forum Southeast Europe, po është mendoj vetmi antar i Kerecut që është pjesë e 3 kapitujve të Kerecut, Kerecu London, Kerecu Northwest në Amerikë. Pra paguan dhe është pjesë e 3, le të themi, kapitujve të Kerecut në botë, dhe që bën këtë punë full time. Pra është vetëm angel investor, nuk bën asgjë tjetër. Dhe po ashtu kemi nga tash po bëj emra, po kemi angel investors që vinë nga industri të ndryshme, nga farmaceutika, kemi angel investors që vinë nga teknologjia, një nga antarët tonë pionierët e kapitullit sapo ka bërë exit, mendoj do mbyllet në javët në vjellim edhe në mënyrë zyrtare, dhe është gjë e madhe që në Shqipëri është bërë exit një kompani teknologjie, nuk është në një grup goxha të madh amerikan. Kështu që të gjithë këta janë investitorë që koinvestojnë bashkë në startupe të cilat vinë nga rajoni dhe më rëndësi të madhe këtu është që në grupimin tonë neve kemi investitorë të cilët vinë nga sektore shumë të ndryshme, pra dhe qëllimi jonë është që të arrim të bëjmë një lidhje sa më të saktë midis startupit dhe investitorit në mënyrë të tillë që të ndodhë ajo që është gjëja më e rëndësishme kur ne themi smart money. Pra paraja inteligjente, që nuk është çështja vetëm tek investimi, biles investimi, se sasia e investimit është le të themi kalon në rang të dytë, se para atje jashtë, po edhe këtu ka sa të duash që flen në bank dhe hahen nga inflacioni pafund. Çështja është kjo lidhja që krijohet lidhja e durme me investitorin e dur, i cili ai ta shtyp përpara sa më shumë themelusin dhe startupin, duke qenë që tashmë ka një interes, ka një incentiv, se është pjesë e kompanisë. Dhe në këtë rast, mendoj që ne tashmë kemi një grup mjaft konsoliduar nga shumë fushat ndryshme. Kemi një investitor tjetër si Mirko, për shembull, që drejton një studio globale avokatie, pra është në pjesën e ligjit dhe konsulencës ligjore. Kemi dikë tjetër që vjen nga një sektor i cili që është shumë më teknik, një tjetër që vjen nga një sektor i cili është pak më i drejtuar drejt shërbimeve, kemi një tjetër që është ke prodhimtaria, pra janë gjithë sektoret ndryshme, të cilat këta kur bëhen gjithë bashkë me njëri tjetrin, dikush le të themi ndan mendimin që okay, kjo është fusha ime, po
dëgjoni mua se shikoj di unë që kjo gjë duhet bërë këtu, dhe të tjerët bashkohen se nuk kanë nga besimi që krijohet midis rrjetit, nuk ka nevojë gjithë secilit di çdo gjë për gjithçka. Përsa i përket fitimit të investitorëve, ti e përmendë pak edhe në krye të bisedës, bëhet një marrëveshje midis investitorit edhe startupit, ku le të themi investitori ndjes merr një përqindje nga kompania në të cilën investon pra nga startupi. Ky është gjithë sekreti. Pra, ajo që po thoya çfarë, pra duke qenë që investimi kur bëhet duke u bërë pjesë e kompanisë me një përqindje të caktuar, tu pastaj ka edhe një ndryshim të madh midis të marrit të një granti i cili nuk merr përqindjet e kompanisë ose një fondi tjetër që në fakt nuk ka detyrimin ose le të themi interesin primar që të ndjeki dhe të ndihmoj dhe të supportoj, sepse po ja dole ti, ja del dhe investitori së bashku. Pra sa më shpejt që kompania të bëj një exit ose të shitet, aq më shpejt ti do marrësh dhe rikthimin e investimit, që normalisht që investitori ka interesin më të madh që të ndihmoj të hapi rrjetin e vet të networkun që ka, mund të të prezantoj me klient të ri potencial, me tregje të reja. Dhe këtu pastaj është mendoj shumë e rëndësishme edhe qasja që neve kemi këtë diaspora. Pra, unë mendoj që diaspora në vetvete, sidomos diaspora e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, është një diasporë e cila ofron unë e mendoj tamam si një venture capital firm, pra një fond, dhe fondi më i mirë që neve mund të kemi për investimin e startupeve në Shqipëri është për mendimin tim në diaspora që kemi, që është e cila shumë e suksesshme në shumë vende të botës, dhe neve tani do të nisim edhe një program, po e strukturojmë se si do i prezantojmë diasporës në vende të ndryshme kerecun, atë që bëjmë ne, dhe t'i japim mundësinë të gjithë dhe të themi patriotëve të cilët kanë qenë shumë të suksesshëm, që një pjesë të suksesit tyre ta kthejnë mbrapsh, jo më shumë në sensin e investimeve së shtash në kuptimin financiar, por networkut që ata kanë atje të mund t'i hapin rrugë startupeve dhe themeluesve tanë për t'i hapur treg atje, t'i japin eksperiencën e tyre, që është gjë më e vlefshme. Pra, edhe herë, investimi në këtë pikë kalon investimi është më shumë një pakt për të treguar që unë kam besim dhe jam serioz për të investuar, për të lidhur një kontratë dhe themi të strukturuar financiarisht, në cilën pastaj mund ta mendosh edhe për veten tënde. Në momentin që ti je investuar dhe je pjesë e kompanie, nëse është dikush që është një biznesmen me network shumë gjatë, i cili bën le të themi shkëmben dhe jep dorën shumë njerëzve gjatë ditës edhe gjatë muajit, normal që në momentin që ka investuar dhe është pjesë e kompanie, ajo do jetë kujtimi i parë që do i vinë në mendje kur ti thotë, kam investuar dhe unë ke kompani shumë interesante, apo bëjmë këtë pse nuk e shikon. Pra, investimi në vetvete është siguresa që lidh që të jetë tashmë prioritet për investitorin që ta shtyp përpara startupin në fjalë. Të kalojmë tani në një rrafsh pak më të gjerë, tek ekosistemi i startupeve në Shqipëri. Sa i zhvilluar është aktualisht? Pra në çfarë gjendje është dhe a ka shumë ide inovative nga shqiptarët? Mendoj që ne jemi tashmë shumë larg pjesës në të cilën nuk dihet se çfarë është startupi, ku është, si është, çfarë lloj kafshë është, çfarë ngjyre ka, nuk mendoj që është bërë një punë nga të gjithë aktorët e ekosistemit, që nga pionerët e parë, jo shumë kohë më parë dhe deri tani, është një ekosistem i cili le të themi tashmë gjithmonë më shumë plotësohet me të gjithë elementët e vet. Është një ekosistem i cili kur vjen puna tek suporti publik, mendoj që ekzistojnë tashmë instrumentet publike që janë ato më të hershme dhe më të nevojshme kur le të themi një ekosistem është në fazat
vërtet të para fillestare. Mendoj që kemi kaluar këtë fazë dhe mendoj që në fakt prezantimi që pash i organizuar nga Startup Agency, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, donatorët kryesorë të inovacionit, të You for Innovation, GIZ, ose GIZI, si që thënë, një nga partnerët kryesorë që është Suedia, gjithashtu, edhe gjithë partnerët e ekosistemit që punojnë me inovacionin dhe ekosistemin e startupeve, vjen mirë që pash që kishin bërë një punë fantastike për të nxjerrë një raport të ekosistemit, pra një status quo të ku janë gjërat në këtë çast, dhe përtej gjithë arritjeve pozitive dhe le të themi gjithë potencialit tashmë të shpalosur që ka ekosistemi jonë, mendoj që kishte një pikë e cila ishte shumë e qartë në atë prezantim, që o tha shumë qartë që i vetëm problem është që neve tashmë jemi në një pikë ku na mungon aksesi tek kapitali privat, jo më ai publik, shtetëror ose i ardhur nga donatori. Sepse tashmë jemi në një pikë e cila është shumë e rëndësishme, ku nëse neve vazhdojmë të bëjmë fokus vetëm tek fondet në mbështetje e cila mbetet publike ose ardhur nga donatorët huaj, në vendet rajonit më të zhvilluara se ne, por ku ekosistemi është më i zhvilluar, më i hershëm, le të themi, pra thjesht le të themi që ka nisur më herët, krijohen raste si ato që neve i quajmë grantpreneur në vend të entrepreneur. Pra, le të themi sipërmarrësit mësohen që dhe mendojnë që bota e startupeve është që kalon nga një grant këtë tjetri dhe atë kohë që në të vërtetë ti mund të kalosh për të bërë startupin tënd, le të themi shumë e kalojnë për të tentuar, për të vazhduar, për të bërë sa më shumë aplikime për fondin. Pra, sekreti pika kyçe për çdo ekosistem të suksesshëm në herë ka qenë gjithmonë fuqizimi dhe incentivimi i sektorit privat dhe investimeve private. Dhe neve në këtë çast le të themi që është më rëndësi që ka interes dhe iniciativa për krijimin e këtyre incentivave, ku na bën edhe neve më të lehtë tek Kerecu apo në çdo grupim tjetër investitorësh i cili do të ketë, të cilët të investojnë në startupe. Pra ka shumë rëndësi që të vendosen incentivat e duhura për investitorët në mënyrë që të investojnë në startup dhe nëse do kemi shans ta prekim çik më vonë, mund ta shpalosim një çik më në detaje se cilat mund të ishte. A kemi founders, pra themelues shqiptar të startupeve, të cilët janë realisht shumë të aftë ta ngrenë dhe ta çojnë përpara të startup, apo ka dhe nga ata që stepen shumë nga frika e dështimit? Shiko, unë mendoj që neve një nga sidomos në Shqipëri, po edhe sidomos në Shqipëri, një nga atributet kryesore që kemi dhe që kam bindjen e plot që dhe mendoj që gjithashtu edhe arsye sepse ja kemi dalë ku kemi shkuar, është një term i cilin nuk është shumë i kollajshëm për të përkthyer në shqip, por është ajo që quhet resilience në anglisht, ose nuk e di nëse përkthehet reziliencë në shqip, po ideja që qëndrueshmëria ndaj çfarëdoloj të papriture që të ndodh, që sido që të biesh prapë në këmbë, të ngrihesh dhe të vazhdosh dhe të ecësh përpara në një ambient ku gjërat janë të pasigurta. Dhe mendoj që për shkak të kaluarës që kemi pasur si përpara në 97-s, po edhe nga mbrapa, mendoj që është një brez i cili në një mënyrë është rritur gjithmonë me një dhe themi kujdes konstant për të mbijetuar në kushte dhe që janë le të themi
mjaft dinamike dhe mendoj që kjo na ka dhënë një aftësi të jashtëzakonshme për të drejtuar kompanitë kaq dinamike sa mund të jetë një startup, pra që nuk është një biznes tradicional. Mendoj që e kemi ADN-n e dur për shkak të shumë, le të themi, trajnimeve që kemi marrë në natyrë gjatë dekadave të fundit. Po kemi, mendoj, dhe një numër themeluesësh të cilët jo vetëm Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë janë të aftë, mendoj, të bëjnë gjëra fantastike dhe mendoj që ka edhe një brez themeluesësh, sidomos në diasporë, cilët i kanë bërë exit ose shitur kompanitë e tyre dhe me shpresë do rikthehen ose si investitor ose si po i dham incentive të duhura dhe po ja shtruam tapetin e kuq që të rikthehen në vendet e tyre dhe ta bëjnë me një dëshirë akoma më të madhe, atë që kanë treguar që mund ta bëjnë edhe jashtë, të cilën dhe eksperiencën dhe pse jo dhe kapitalin. Një vend ka njeriu, kështu që vetëm nga një vend mund të vish, kështu që pse mos e bësh ke vendi jot, kur mund ta bësh ke një vend tjetër. Dhe me këtë mbyllim bisedën tonë me të rinj shqiptar që realisht janë të aftë dhe të qëndrueshëm ndiqen përpara ideve të tyre. Të falenderoj shumë për bisedën, Ravik. Falenderoj juve për mundësinë dhe ju përgëzoj për mundësinë që jepni dhe oportunitetin që jepni të rinjve, po të gjithë sektorit të biznesit dhe të ekonomisë cilët mund të kenë impaktin, duan të kenë impaktin e tyre në vendet e tyre. Shumë faleminderit. Ky është edhe emisioni për ditën e sotme. Do të shihemi sërish javën e ardhshme në orën 21. Miru takofshim.